Show. Mish televizionit First Channel, përshëndetje, mirë se erdhët edhe në një Valamala Show. Sonte kam mysafir një bashkëpunëtor tonë, njëri i cili ka marrë pjesë në emisionet tona, i cili ka lënë gjurmë këtu në It's My Home, përveç gjitha të tjerave, ka pas ndodhite veta, po edhe tregimin e tij rëndqethës, rreth djalit të tij, tregim të cilin e patëm përjetësua dhe në intervistën të cilin ja ta bo në Dhomën e Zezë, e meneson të është Pupa, po e veçanta këtij emisioni është që për herë të parë ka pru edhe djalin e tij, i cili gati kur nuk ka dalë nga shtëpia. Do të thotë është hera parë që ka bo 9 vjet prej Tiranës, ka orë në Prishtinë për herë parë, edhe ata special këtu në Valamala Show. Dhe përshëndesim Pupën. Si je? Menesa dhe isi? Si e reis? Mirë. Mirë? Po. Mbje mirë. Pupa, si je? Mirë. Si ka lut rrugën mirë? Mirë, pak lodhje, po mirë. Lodhje nga djali, se unë e bëj shpesh edhe. Mashallah, djali është rrit. Po. Sa i bani? 9 vjeç. 9 vjeç. E, si e ti? Po. Mirë? Mirë. Që pa më thëtë. Këta Shqipnis nuk na kuptojnë neve në Kosovë që shplasim, po ka nisë me kuptu ka pak. Tu e pa It's My Home, tu i pa videot e babës. Qysh je? A je mirë? Keq jam. S'jam. Mirë. Mirë. Jo që ka vogël. E dini që reisi e ka një diagnozë cila nuk ja lejon të del jashtë shtëpisë për shkak të infeksioneve, apo të cilat mund t'i merë, edhe për shkak të mos vaksinimit, e ka të ndaluar të merë vaksina, shtu që gjithmonë i duhet që ma tepër na kallëzon Pupa vetë. Në fakt, reisi vua nga 2 diagnoza të shoqëruara që në ditën e 3 të lindjes, edhe aktualisht, nuk e di se sa do i shkojnë. Shpresojmë nga Zoti që me kalimin e kohës ndoshta mund të rikuperohen, por si pas mjekësisë nuk kemi asnjë një lloj zgjidhje. Diagnoza parë është azëm bronkiale të formës të rëndë, diagnoza dytë është epilepsi sekondare. Pra, e kap epilepsia ko pa ko, orë pa orë, e do t'i rrim nga me medikamente. Po ashtu dhe azma e cila i krijohet problem. Edhe për shkak të këtyre 2 diagnozave, ky nuk e ka imunitetin përkatës të përballojë vaksinën. Pra, vaksinimin të cilin duhet ta marrë çdo po. Çdo 2 muaj që në vogli derisa ato të rriten dhe të mbyllen vaksinimet. Dhe ky nuk ka asnjë lloj vaksine në trup, por shpresojmë të paktën të gjejmë zgjidhje me pjesën e arsimit. Sepse mos vaksinimi e ka penalizu, e ka ndëshku të mos shkojnë në shkollë, për arsye sepse ky nuk e përballon dot. Por edhe mund të jetë faktor kryesor që mund të ndikojë edhe tek fëmijët e tjerë, siç thojnë mjekët, gjithmonë në thojza, por risku më kryesor është për shëndetin e tij dhe për jetën e tij. Do të thotë djali ka bo 9 vjet nuk ka shku as një ditë në shkollë? Jo, as edhe një ditë, dhe nuk njeh as shoqërinë, grup moshën e tij. E thjesht vetëm del një gjysmë ore, 30 minuta ose 1 orë mund dali poshtë pallatit që luan top, sepse shtëpinë e ka bërë vetë futboll. Ka qef me lujt futboll. I ka thyrë kretë senet në shtëpi me top. Është shumë agresiv, është impulsiv si njeri, është pozitiv, por shkaku i sëmundjes e bën që të jetë agresiv, i papërshtatshëm. Çfarë kuptimi agresiv? Agresiv sepse në momentin kur e kap epilepsia, qetësohet totalisht, bie dhe pasi gjen atë çështjen e përqendrimit të qetësisë, pastaj bëhet agresiv, vërtet zihet me ndonjëri nga fëmijët në shtëpi. Domethënë kalon në një fazë shumë të lartë. Por ne mundohemi ta menaxhojmë situatën. Mos ta kapërcejmë çështjen e arsimit. Ti bën fëmija 9 vjet edhe mos me ditë as shkrim as lexim edhe mos me bo asnjë ditë shkollë në kohën e sotme në Shqipërinë moderne, në Kosovën moderne, me ndodhë të gjana nuk është mirë.
Në fakt, unë si prind jam interesu shumë, kam shku në institucionet përkatëse, në drejtorinë arsimore, në Ministrinë e Arsimit, kam kontaktu dhe me drejtoresha të shkollave të ciklit të ullët, jam konsultu me to, kam pas pjesë edhe psikolog aty pjesë të shkollës, por është e pa mundë për shkak të mos vaksinimit. Ky vaksinimi nuk e përballot dot sepse janë dy shkendije të cilat në qofse brenda 24 orëve rejsi merr vaksinën dhe këtë e kap epilepsia dhe vaksina është me pertus që ka goditje, këtë ose mund ta penalizojnë për gjithë jetën ose mund ta lejnë me gjymtyr ose mund të dëmtojnë shëndetin e tij. Pa, nuk ka ndonjë zgjidhje për shkollë që të bëhet ndonjë mësim privat adekuat vetëm për këta, nuk e parashe ligji atë puna? E kam kërku këte në Ministrinë e Arsimore në Shqipëri, në Tiranë, pikërisht, i kam kërku që të vi një mësues ndihmës në shtëpi, ne si prindër i ofrojmë kushtet pjesës mësuesit kujdestar për 1 orë ose 2 orë për arsimin që do japi për të mësuar ABC-n rejsi që të di të lexoj, të shkruaj për veten e tij, se ne nuk e dim se sa zjat ajo sëmundje. E pikërisht unë bëj thirrje dhe jap një mesazh nga emisioni juaj i nderuar Valo Maloku, të falenderoj për mbështetjen që na ke dhënë gjithmonë dhe je gjithmonë, na ke hap dyer dhe të falenderoj përzemërsisht. Dhe nga Vala Mala këtu nga Prishtina i them Tiranës zyrtare e sidomos institucioneve përkatëse siç është Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit, nuk është vetëm i vetmi, por mund të jenë edhe shumë fëmijë të tjerë të cilët mund gjenden në këtë situatë, por për shkak të pamundësive ato nuk munden të gjejnë. A ka bazë ligjore që duhet më u përkujdes për këtë punë, që fëmijët e cilët për çfarë do arsye nuk mundin me shku në shkollë me ju dhonë mundësinë me bëni një mësues privat i cili vjen shtëpi ose ku diun një kujdestar që ta cakton shteti. Unë e di që arsimi i ciklit ulët është me detyrim, edhe shkolla e mesme. Patjetër, po. Por kur një prindër kërkon të drejtën për të arsimuar fëmijën e tij, unë nuk di asnjë përfaqësues të arsimit në Shqipëri të vi të më trokas në derë dhe të më thotë që a ke nevojë për ndihmë. Edhe pse unë jam anku, kam kërku, pikërisht vazhdimisht, sot e 9 vite. Pupa, ti je i njoftën edhe në komunitetin tënd atje, që je një aktivist me organizatave qeveritare, me detyrat ndryshme të cilat vetë ki marrë gjithmonë aksion, je shumë aktiv, thjesht je një aktivist. Edhe aktualisht jam përsëri. Po më s'ma rritë edhe për këtë punë me bo diçka unë se kuptoj. Sepse ato thënë dona kohën. Edhe koha për mua nuk është me atë fjalën referim. Dhe fjala referim mua më ka lodh, sepse unë e shoh vetë, kur i thu ti do kohën, okay, e pranoj, koha është paktën kur protokollon një letër, një zarf, do 10 deri në 15 ditë, ja maksimumi dhe 1 muaj. Po jo 9 vite. Për mua quhet i harruar nga Ministria e Arsimit. Cila është përgjigjja konkrete që ta kanë japë? Përveç duhet kohë. A kanë ndërmarrë në hap ose a kanë bërë diçka? As i lloj hapi. Ministria e Arsimit as i lloj hapi. Çka thonë? Nuk kemi çat bëjmë, s'kemi çat themi, nuk kemi mundësi, e kemi të pamundur sepse duhet vaksinimi. Vaksinimin ky nuk e përballon sepse ky ka rrezik të lartë. Dhe këtë rrezik unë si prindër e kam vështirë ta marr përsipër. Jo ma ta marrin mjekët apo dhe instancat të tjera të cilat i përkasin. A keni provuar në herë vetë me tentu me mësu shkronjat me... Po, i kemi vazhdu në shtëpi normal që unë vetë personalisht, bashkë edhe fëmijët e tjerë, kemi vazhdu duke i mësu nëpërmjet telefonit, duke mësu numrat, ABC-n, nga pak, por që si e mëson një arsimtar, mendoj që nuk e mëson një familjar. Ne i mësojmë kulturën, edukatën, si familje mundohemi, por arsimi deri diku mund ta marri, po jo të plot. Të kuptoj, nështë edhe ju mundi me bo diçka pak ma tepër, se cili mundet me bo për fëmijën e vetë, po është obligimi shtetit që... E pikërisht ne jemi bërë mjek. Sigurisht nuk është rasti vetëm në Shqipëri, mos thonë në shqiptari, po ka raste plot të cilë për arsye ndryshme nuk mundin me shku në shkollë.
E pikërisht tash edhe unë këtu në Prishtinë kur e kam sjellë me aparat në fakt, e kam aparatin në çantë me bateri, por edhe në xhepin e tij lodrat e tij gjenden e vetëm pompat, të cilat ne i majmë në çdo kohë që rejsi mund të ketë problem, ai e shkrep vet. A janë këto papi? Ai e shkrep vet drejt sepse e kemi mësu për me shkrep, sepse është mënyra e jetesës sa ti. Përveç kësaj ka shumë medikamente. Duhet çdo kohë me e përdor apo kur e ndjen, ç'është është? Ky e ndjen që ka problem edhe e nxjerr, nuk kam nevojë unë ta informoj ma si prindër. Edhe thot, nëse mbaron, thot babi ka mbaru kjo dhe ne marrim tjetrën. E merr, si e bën shkrepjen në rejs? Do të thotë i duhet krejt jetën që ta mbaj. Hiqe babi atë. Tapen. Bravo. Sa herë duhet? 3 herë. Bo. Bravo. I duhet më u bo dhe kujdestare mjek i vetvetes. Një fëmijë ka që i bukurosh me i pas këto të lashe, jeta aprovon njëun gjithçka, po pupa është shumë kujdestari mirë, është shumë prindi mirë, po besoj që edhe bashortja ati edhe familjarisht kujdesen. E di se shpesh na folim telefon, kemi fol me Risin edhe me Kamir edhe në momentet kur ka qenë shumë ma keq, kur kom pa edhe me lidhën me ato pajisjet që i duhen për me ndihmun në primarja. Deri sa ki zërë që duhesh me i pas këtë kohën vanë se me pas lojna me i pas këto gjana. Besoj sa të rritem, mund të kem këto, deri në moshën 50 mund të kem, palen mund të kem 50, ose ma shumë. To. Cilat janë ëndrat tuja kur të rritesh? A ki bo plan se çka do me u bo kur të rritesh? Po. Du me u bo si babi këngëtar edhe futbollist. Edhe këngëtar edhe futbollist? Po. A të shkon muzika shumë? Po. Ke shef me kënu? Po. A do më na kënu diçka? Po. Provo diçka për shef, diçka çka do më na kënu. A marrë shumë zonën fort për shef kështu. Qa kënga mund të kënoja? Qa këngët pëlqen ty për shembull? Edhe e din edhe e këndon. Këngë shqiptare apo? Po shqiptare. Një këngë. S'ka më dashuri edhin edhe ti, nësa dhone zemrës në ka më driqi, se s'ka më ndjenja. Vazhdo. Asa? Ke turp? Po, kam pak. Pak. Po, Po neve na një. po. Çfarë këngë tjera ke shef me kënu? Po, saj kam qef këngët e babit. Këngë të babit i ka bo babi, disa këngë. Edhe sonte kam na kënu një këngë këtu që e ka Po. përgatit. O sheqer, o sheqer. Po, Futboll lun aty para lagjes, po, përveç që në shtëpi që i ki thy gjitha gjonat. Edhe unë e kum pas një futbollist të Elmin që mi ka thy tavolinat këtë. Edhe poqat. Edhe poqat. Gjitha. Po. E lun mirë futbollin? po. Cili lojtar të pëlqen? Messi. E cili shqiptar e futboll pëlqen? U përshën. Asani. Asani! A i gjunë fort. Edhe për Kosovë, Muriqi. Muriqi, po. Asani dhe Muriqi për mrak. Me Messi na dy u përshëm, nuk jemi mo shok. Më shesh hiç. Ronaldo është ma i mirë. A Ronaldo a Messi? Messi. Okej, për ti Ronaldo. Për mu Ronaldo, jemi bo shok tash. Bravo të lumë. Ronaldo ma i mirë, është ma punëtor, ma... Messi është... Ja ka dhonë zoti lojtar, po Ronaldo ma i mirë. Po, A? po, Edhe është ma i bukur se Messi. po. Cili Edhe o me ma... mosh i madh? Edhe me mosh? Po, Ja kanë shkru vitet gabim. I ri është Ronaldo. po për 40 vjeç është. Jo, si ka 20.
Po, 20. 20 i ka. 20? 20 i ka, po kanë shkru gabim. Kanë shkru ma herët, ala para se me linde kanë shkru. Për cilin ekip do në me lujtë kur të rritesh? Për Shqipërinë. Për Shqipërinë, po, për Shqipërinë si për stacion, po kështu për në ekip futbolli? Me Portokalinë. Me Portugali do me lujtë? A fshet, kush i Portugalisë, Ronaldo? Po. Nuk është Messi. Me Ronaldo ko ka pu? Se di? Me babën a ki lujtë në e futbol? Po. Ja ki bo golla jo? Po. Kallëzom, qka të mungon njëtë prej mësimeve dhe prej, edhe pse nuk ke qenë asë një në shkollë, ke qef ma tepër me shku shkollë për shkak me bo shok të ri, apo me mësu me lexu, me i ditë gjanat. Po. Ja, mëse mje përgjigje veç po, ma gjatë dush me mi dhonë përgjigje. Kam qef. Po. Jam smur për ne. Je i smur. Po do të qërohesh, te e din që do të qërohesh. Jenë mjekët edhe. Shiko mi herë? Qa ke këtu? Vetu. Te vetulla pse këtu? I kam pre. E ke pre, pse? Kush ta ka pre? Babi. Me u bo ma i bukur, ha? Po. Atja prejmë dhe babit. Po. A babi u plak, babit pja bojmë këtu në mjekër, një vi pja lojmë të. Litë buhet ma preja. Pupa, sa të përkrajnë këtë familja në këtë punë, e di që jeni familje pak ma madhe, i ki edhe djemë shumë atë mëdhaj, kjo është ma i vogli, edhe bashkëshortën. Ne jena 8 antarë, sepse na janë shtu dhe 2 antarë tjerë, sepse unë djalin e madhe kam të martu, me nuse edhe me nip. Mashallah. Nipi është 9 muajsh. Edhe kam 4 djemë, burrë dhe grua 6, nusja djalit me djal 8. Nusja është kujdestarja e djalit, por në pamundësinë nëse nuk është ajo, jam unë, jemi që të dy kujdestar ligjor nga komisioni, jemi kujdestar ligjor për djalin. Ju pagun shtetit diçka, ju nimon shtetit diçka? Po, merr djali kempin, po. Pato kempi dhe kujdestaria, njëri nga ne, marrin kujdestari. Kempi dhe kujdestaria nuk dalin as për ilaçet e fundmuajit, sepse ilaçet janë shtrejta, apo? Shumë të shtrejta. Ilaçet i marr nga jashtë, nga Franca, Greqia, Italia, kanë arritur dhe shumë emigrant nga Anglia, në mënyra forma të ndryshme me transport mi kanë sjell dhe nuk e di që është rregulluar në Shqipëri, në Kosovë, zakonisht barnat të cilat mungojnë i merr përsipër shteti, të çka nuk gjinden edhe. Jo, edhe pompat që ka i subvencionon shteti, por unë jam i detyrueshëm t'i blej me një kosto pagesë cash tjetër, për shkak sepse ky ka një miligram më të shtuar dhe më duhet që unë të shtoj një pagesë që të marr pompat, sepse mu më jep doktoresha pediatre e djalit. Por në momentin që më jep kodin, unë shkoj te farmacia dhe më thotë duhet paguash për shkak se duhet marrësh këtë pompë e cila ka këtë lloj miligrami. Të përcaktuar. Do të thonë veç me një sasi caktuar, sasia që i nevojitet e tona nuk paguhet. Jo, me sasinë të cilën e ka përcaktuar mjeku. Po, kuptoj. Specialist, edhe i përgëzoj mjekët specialist. Unë i përgëzoj mjekët, me të thënë drejtën, sepse... Më thonë je i kënaqur me shërbimet mjekësore, por nuk je i kënaqur me shtetin në përkrahjen që djali të integrohet në shoqëri dhe të lidhet me socializohet shumë të jashtë. Pikërisht që ky të bashkohet me bashkëmoshatarët e tij dhe ky pse të jetë i ngujuar, se ky quhet i ngujuar. Tashi përderisa është fëmijë ka një të drejtë. Po. Ky nuk e ka se i asodhem ne prindrit, apo e sodhi mjekësia, i asodhi Ministria e Arsimit problematikën e jetës që ka. Por i erdhi nga Zoti. Por që ne duhet paktën ta monitorojmë, ta menaxhojmë, që t'i japim ato që janë të mundura, jo të pamundurat. Reis, a do më shumë babin a mamën?
Të dy. Ja, të dy s'ban. Të dy, nuk në ndan. Një duhet mi dasht ma shumë. Ja, të dy nuk në ndan. Ja, po i bën presion. Unë jo, Nuk e haj asnjëherë jo. Të dy. Me cilin ki qef me dal ma shumë edhe me shëtit, me babin a me mamën? Me babin. Pse? Po më blen shumë gjëna pranë. Ta plotson dëshirën ma tepër, a? Po. Edhe tash që të ka pru për të parë në Prishtinë edhe në Kosovë, keni dalë të sheshi aty, keni shëtit. Të pëlqej Prishtina? Po. Është ma bukur Prishtina a Tirana? Ma e mirë Prishtina. Mos bën ai gara. Çka e të folë, be? A di me folë si Kosovar? Nuk di shumë. Nuk di shumë, din pak. Po. Kim su për It's My Home të kështu babën. Cila ka qenë fjalia ma shpesh që ja kemi thonë pupës në It's My Home? Pupa, kujdes mikrofonin. Pupa, kujdes mikrofonin. A të kujtohet babi kur e ka pas atë aksidentin këtu të... Po. Kur i mshej gjamit me kry? Po kesha? Mos kesh se gëgjaron e ka pas punën. Janë sfida ato të cilat kalohen. E pa të u busullën shumë... Po, është e vërtet, po falë mbështetjes tuaj, Shtetjes, po tash na jemi të obligun tuk që organizojmë atë emision, po ka qenë shumë interesant se mbrëma natës atëherë ka ndodhur 2 herë. Po, sepse... Një herë mshej arba fort, po ti e bone goditjen fatale. Pa ja ndodhi për shembull se ka ndodhur në sezonin e parë, mos gaboj që Në ka qenë... sezonin e parë ka ndodhur disa herë, po mas shumë ti ka ndodhur Krishnikit. Po, ndodhi Tash dhe... e mbje me qesh, mas i kanë kalu, po me të vërtet janë Ka situata ndodhur në Big Brother në Shqipëri, Po. që shkovi Rozana i ra xhamit. Ndodhin, janë sene të cilat humbin kontrollin, humbin vetdijen, janë të izoluar. Ato banorë të cilat marrin pjesë në një reality show të tillë, Ka ndodhur mund... janë të izoluar dhe e kanë të pamundur. Mund ka ndodhur kafeterin që kam poshtë banesës ku pi kafe, kur pa të rrethu krejtë në gjama, do të qash fort i kum shu që nja 10 sekunda nuk e kum dit. Ku jam? Edhe unë nuk e di si e humba kontrollin atë natë që i ra xhami. Edhe ishte fat mirë se unë shkova dhe i lava vetë që mos shifet ma xhami hiç fare. Okej. Çka të ka pëlqyer më shumë ti të loja babit? Te videot e babit? Këngës e kënante dhe... Këngët që i kënante. Po. Se i kënante atyre të Big Brotheri. Cilët banorët kanë pëlqyer më shumë ti? Te It's My Home, ku kam qenë unë? Kush kanë qenë banorët të cilët kanë pëlqyer? Njëri se nuk e di emrin ai gjati. E gjati Mërgimi, fituesi. A Po nga Mërgimi. gocat Arba, Albiona, Eli, Albiona tjetër. Që Albion. Po Arba, që ka Edhe fol me Arba. ty. Edhe Arpa. Banja i zemër gjithve në përgjithësi bjeri. Thu ju dua të gjithë. Të dua. Kur të rritesh, a do më bo dhe ti i famshëm? Po. Me qenë pjesë të televizioneve? Po. Me bo emisionet bukra, më bo këngëtar? Po. Po qëfëse bo është futbolist, veç mos me narru, ku që kënë ato stadionet, e bo një gol, më këthy edhe më thonë, këtë gol e ku bo për Valonin, Po. Jo, po ban edhe zemën edhe shqiponjen. edhe Shqiponin. A din me bon rejs? Po. Hajte bane? Bravo. Ta zemën. Pup, cili do tjetë mesazhi yt për këtë emision para se me qëtia dhe me kënu kongën, të cilën sot për e kort të Mesazhi? taknosh, mesazhi se na me një qëllim e kemi bu këtë intervist, edhe mu më erdhë mirë që mas shumë telefonatave po takoj Reisin edhe kështu, mu po mduket që në përmirësim e sipër është, se ka qenë sfaku gjatë telefonatave kum pa pak ma të lodhur, tash ku ka bu djallë bukurësh, ku ka rrit. Mesazhi im është ky, është për të falendëruar ty herë në radhë parë i ndërruar Valo Maloku, emisionin tuaj dhe emisionet e tjera të cilat i ke rënë, për mbështetjen që na ke hap derën në disa emisione. Fëmijët janë të pafajshëm. E vërtet. Ato duan mbështetje si nga prindër, por edhe nga instancat përkatëse të cilat i përkasin një shteti i cili duhet t'i mbrojnë ato. E sidomos fëmijët të cilët
janë me problem shëndetësor. E një ndër to është Imbir, që quhet Reis. Sot është 9 vjeç. Ai ka udhëtuar drejt nga Tirana në Prishtinë për këtë emision, për t'i dhënë një mesazh Tiranës zyrtare dhe shumë fëmijëve anëmban në të gjithë diasporën, Kosovë, Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, Malizi e kudo, për t'i thënë që edhe pse jemi të sëmurë, edhe pse vuajmë, ne marrim guximin për dhënë mesazhin. Dua të jetoj si çdo fëmijë i cili ka meritin e tij. Atëherë me gjithë ju që për arsye të ndryshme i keni të njëjtat probleme që nuk ju ofrohet shkollimi, ngriteni zërin për fëmijët e juaj. Le të jetë Pupa edhe Risi një prej zërave të parë, edhe mos të bojmë për shkak të politikave të këqija dallimet e fëmijët, sepse çuç e tha dhe Pupa, janë shumë të pafajshëm edhe meritojnë një trajtim dinjitoz prej vetë neve, prej vetë shoqënisë, sepse jeta i ka gjitha këto, po na duhem spaku njerëzve të cilët ju mungojnë disa gjëra që t'ju ofrojmë, t'ju plotësojmë që të ndihen gjithë barabartë. Reis, faleminderit që ke ardhur sot. Faleminderit edhe ty. Unë po vi po ulna aty që tash me ty se do ta ngojmë babin se bashku duke kënduar. Dua fjal as premtim, dua buzët plot vitamin, buza buzën kur e prek, sytë tan mbyllën shpejt. Tereni natës na ma gjeks, trupin zen nga dal vet. Tereni natës na ma gjeks, trupin zen nga dal vet. Je shërbet, hajde pu themi apet. 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 A beson sa të dua, se ma do gjë zemrën mua. Dal ti mos guxo, nga trupi i mos u largo. Tereni natës na ma gjeks, trupin zen nga dal vet. Tereni natës na ma gjeks, trupin zen nga dal vet. Je shërbet, hajde pu themi apet. 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 Show.